Përshëndetje, sot në një tjetër mesazh informues dua t'ju sqaroj për sa i përket të dhimbjeve të gjurit. Dhimbjet e gjurit që kanë prejardhje kryesisht nga dëmtimi i sistemit meniskal. Marr shkas nga një bashkëbisedim me një nga pacientët tanë ditën e djeshme, kur isha duke trajtuar kur refuzoi për të kryer ushtrimin dhe lëvizjen. Refuzoi për të hipur mbi biçikletë sepse ishte i bindur, sepse legjenda e fizioterapisë shqiptare dhe legjenda e mjekësisë në tërësi e kishin bindur që lëvizja shkakton dhimbje. Harrita ta sqaroj, ta risqaroj, ta bind që lëvizja nuk shkakton dhimbje. Dhe prandaj jam këtu për t'ju dhënë një mesazh të qartë se si funksionon artikulacioni i gjurit. Por këtë nuk e them unë, por e thot fiziologjia, neurofiziologjia apo fiziologjia artikulare e gjurit. Që gjuri të lubrifikohet, që membrana sinoviale të prodhoj lëng sinovial, është shumë e rëndësishme që artikulacioni të lëvizi në formën e duhur. Prandaj përzgjidhni drejt dhe profesionalisht. Përzgjidhni standardet më të larta ndërkombëtare të AIMFON për mos vendosur në rrezik shëndetin tuaj. Faleminderit.